Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush një video që fansat e kanë zënë. Do të ndalojmë të flasim për Laert Vasilin dhe gocën në makinë, që shumë prej tyre supozojnë që është Rozana Radi. Laert Vasili duket që është shumë i nevrikosur gjatë vozitjes së tij në Tiranë, me patjetër, sepse Tirana është e stërmbushur me makina dhe duhet të kesh një super durim të madh për të pritur në për të gjithë atë lëmshin e madh që bëhet me makina, por Laerti siç duket nuk e ka. Do kisha dashur të lutem regjist që të poston në video për të cilën flas unë, të lumt. Shikoni tash Laertin. Laerti është në makinë dhe flitet kush është kjo goca. Kjo goca ka vënë syze, ka një kapuç, Laerti duket shumë i nevrikosur, do me thënë edhe po shan, sepse duket në mënyra kur Laerti është i nevrikosur. Kjo goca ka ca thonjë të bukur të gjatë dhe një unas, dhe një orë të kuqe e ka konkretisht në dorën e majtë, dorën ku e vë këtu tek sedilja e parme ku është ulur Laerti. Të gjithë supozojnë që mund të jetë Rozana Radi, vajza e cila ka qenë brenda në makinë me Laertin dhe me thonë drejtën edhe mua më duket më shumë si Rozana në fizionominë e saj. Do me thonë kjo tregon që Rozana dhe Laerti vazhdojnë të ruajnë një shoqëri goxha të mirë jashtë shtëpisë së Big Brotherit, edhe pse brenda asaj shtëpie respekt për Rozanën, po u treguan i çik si të panjohur, i çik si kur nuk e kanë këtë marrëdhënie, i çik si kur nuk kanë afrim me njëri tjetrin, por atë Nikola Gjufka u anxori këtë të vërtetën, që para disa vitesh Rozana dhe Laerti kishin qenë te kisha e atë Nikola Gjufkës për të marrë bekimin e atit, por edhe që ka një marrëdhënie shumë të afërt edhe me nënën e zotit Laert, zonjën Reveka. Edhe pse Rozana tha në Top Channel që do t'i hapi një Instagram. Do me thënë, le të themi që është Rozana, kjo goca në makinë, se nga që i ngjan më së shumti Rozanës, Laerti duket i nevrikosur, duket i tensionuar, duket i inatosur nga që nuk e përballon dot të gushbën, edhe normalisht e mendon dhe këtë pjesën tjetër që këto të rinjtë të sotëm ç'a nuk bëjnë këto dreqërit fillojnë të më incizojnë me telefon, do më marrin në momente dhe mua më do më kapën media rozja si që kapëm ne, po s'ke ç'bën Laert tash kur je figurë publike kështu do bësh, edhe do të komentojmë, por gjithsesi mund të jetë edhe një gocë që Laerti e ka në zemër, mund ta ketë dashurinë e jetës së tij, por ne supozojmë që është Rozana me fizionominë. Nuk ka një reagim të Rozanës në Instagram për të kuptuar nëse është ajo. Nëse është Rozana, nuk është ndonjë diçka për t'u befasuar. Laerti dhe Rozana banojnë në të njëjtën hyrje, ndoshta kanë dalur që të pinë një kafe bashkë, ose kanë patur në projekt për të ikur dhe për ta realizuar, por gjithsesi duket Laerti që është shumë në nervoz sepse po pret. Laert Vasili kohën e fundit ka qenë i ftuar shumë në mediat në Kosovë, ku ka dhënë intervista. Intervistat e tij në fakt kanë qenë shumë intervista të luhatshme krahasuar nga ato që i ka dhënë në Shqipëri me atë që e ka dhënë në Kosovë. Për shembull në Shqipëri tha që unë kur ika në Prishtinë të gjithë më thonin pse ja keni dhënë gjestit fitore në Big Brother, ndërsa në Kosovë nuk e tha atë gjë, po e tha ndryshe që gjesti e meritonte, gjesti është një djalë i mrekullueshëm etj. Do të thënë, siç duket Laerti dëshiron të krijon paqen dhe dëshiron ta mbaron atë qëllimin me të cilin Laerti hyri në Big Brother, që ishte sigurimi i apartamentit të tij në Shqipëri. Unë uroj që Laerti të vi fuqishëm në skenë, të na sjellë atë artin e mrekullueshëm që na ka dhuruar gjithmonë, atë që e kemi duar trokitur, sepse ne kemi njohur një Laert vërtet artist, ka një linjë të jetës për të cilën unë dua ta përgëzoj sinqerisht sepse ka bërë arritje goxha të mëdha. Dhe pse jo të shohim edhe projektet e tij të reja. Unë do kisha dashur ta shoh me një nuse në krah, disa supozonin që është Valbona, por nuk është Valbona, sepse Laerti me Valbonën e ka mbyllur më kapitullin, nuk është se kanë patur ndonjëherë në kapitull me thënë drejtën, por e kanë mbyllur kapitullin e tyre, tani supozojmë që është Rozana Radi. Po dua të marr mendimin tuaj, kush është kjo goca në makinë?